Në kjo tentim dhe horizontalja e shpëton portën e Llapit. Minuta e 14. Kërcënon kapiteni i Dritës, Besnik Krasniqi. Dabiqaj, Besnik Krasniqi e Manaj kanë nga 3 gola të shënuar. Po shojmë këta mundësi, shpëton Llapi. Çfarë rasti ideal për Dritën. E po shojmë këtë aksion të Dritës. Vjen kjo goditje. Provon Almiraj Zeraj, jashtë përfundon topi. Ja, ky krosim është i rrezikshëm. Tjetër rast për Dritën, do tjetë korner. Besnik Krasniqi. Vjen krosimi ti, goditja më pastaj. Çfarë pritje nga Bllasa dhe 1-0. Realizon Drita, minuta 64. Goli realizuar nga afërsia, të nderuar shikues. Ta shohim edhe njerë, fillimisht ky top në zonë, pas goditje devijuar. Fillimisht shtylla Pingule, më pastaj edhe intervenimi i Bllacës e Sheje pas tentimit të tretë. Tani aksioni Dritës, mirë po të shohim. Edhe pse u blokuan tentimin e parë. Drita realizon edhe golin e dytë me Veton Tushën, e cili pas topit të rikthyer arrin që të realizojë. Në moment erdhi ajo ndërhyrje. Këto gjyqtari Alban Shale mbyll përballjen fitore prej 0-2 Dritë.